Vajza sonambull shqiptare që ikën natën në gjumë. Ndiqeni këtë histori vërtet të çuditshme, sepse do t'ju tregoj disa gjëra të rëndësishme që duhet të dini për sa i përket sonambujve. Më ka shkruar një nënë shqiptare dhe kërkon ndihmë. Nadir, dua të dëgjoj, të falemnderit që jemi sepse të dëgjoj për herë dhe dua të di çfarë të duash ti, vetëm ma thuaj sepse si mund ta parandaloj këtë gjë të vajzës sime. Unë me aq sa di, nuk jam askushi, aq sa kam lexuar do t'ju them. Dhe do kuptoni disa gjëra vërtet shumë misterioze në këtë diskutim. Kush është rastisht i gjithmonë le t'i bëj like faqes shimin sërish, dhe ju falenderoj që jemi për herë bashk. Nëse nuk e keni bërë ende, like faqes. Unë do të përpara se t'ju tregoj vajzën shqiptare, do të tregoj disa fakte të çuditshme që kanë ndodhur për sa i përket sonambujve. Ishte viti 2005. Në Londër ndodhe një fakt vërtet misterioz që çuditi shumë psikolog, sepse duhet të dini që prej kur u fillua që të studiohesh fenomeni sonambull, askush deri sot nuk di eksaktësisht se çfarë ndodh, sepse secili ka mënyrën e tij. Bile ka patur raste që ndonjëherë këta sonambujt bëjnë disa veprime që nuk i kishin bërë më përpara, ose disa veprime unike, si për shembull ky, në vitin 2005 në Londër. Një vajzë 15 vjeçare ikte shpesh nga dhoma e gjumit dhe prindrit e gjenin ditën tjetër duke e kërkuar gjithmonë. Ndonjëherë tek komshiu, ndonjëherë tek kushurinj, ndonjëherë poshtë tek shkallët, ndonjëherë diku jashtë në obor, pra ajo ikte gjithmonë. Por një ditë ndodhi një fakt shumë misterios. Një mbrëmje. Vajza, 15 vjeçare kjo, teksa iku kilometra, 3-4 kilometra, në këmbë, natën, me fustane, i ke parasysh njëri që ikën natën me sy mbyllur, sonambull, dhe bën kilometra. Dhe e çuditshme është që nuk u përball me asnjë njeri atë mbrëmje. Askush nuk kishte një të dhënë, nuk dha askush një të dhënë, nëse e kishin parë. Pra nuk dihet se si ajo kishte anashkaluar makinat apo njerëzit natën, ata që ikin natën, zakonisht ka njerëz që ikin natën. Dhe shkoi në një vinç, nga ta vinçat që bëjnë ndërtime, dhe u ngjit në vinç nëpërmjet hekurave në 40 metra lartësi. E dëgjuat mirë. Pra në vinç, në ato hekurat e vinçit, u ngjit 40 metra lartësi, që kur e pyetën më vonë, ajo drithëroi vetëm duke parë vinçin kështu nga poshtë. Merreni me mend, thoshte ajo, sikur të ishte aty nga sipër të shikoja, ose 1 metër apo 2 metra, jo më 40 metra lartësi. E keni parasysh, do të thotë 40 metra në vinç u ngjit sonambull, me sy mbyllur, u ngjit deri sipër, por s'marron këtu. Sepse kur arriti sipër tek vinçi, e keni parasysh që nga ana e majtë e vinçit, nga mbrapa, ka një le të them një blok prej cimentoje që mban ekuilibrin e vinçit kur ngre pesha. Tek ai blok që është parafërsisht 2 metra, 3 metra, 4 metra varet nga vinçi, tek ai bloku ajo ushtri aty dhe e zuri gjumjet, vazhdoi që të flinte aty. Pra aty fjeti. Tek ai vend, sepse aty s'kishte më ku tikte. Nuk e dim kuptuat apo jo. Aty s'mund të hidhej poshtë apo s'mund aty mbeti. Është e çuditshme kjo, sepse ushtri aty dhe kur e pan këta punëtorët që ishin aty, morën me njëherë këta të ndihmës së shpejtë. Dhe kur shkuan atje, nuk bën gjë tjetër veç se telefonuan shtëpinë. I telefonuan shtëpisë që të dini se si do silleshin me vajzën. Dhe ata i thanë mos i flisni. Shkuan atje, këta të shtëpisë me shumë delikatesë, që ta dëgjonin zërin që ajo të dëgjonte zërin e prindërve, dhe pastaj pas 20 minutash, 40 minutash, e zgjuan dhe ajo i çuan një vinç aty, një vinç tjetër, që mos pësonte shok. Sepse njëkohësisht edhe për prindit kur shkuan atje, si do shkonin prindit në atë vinç atje. Kështu që e çuan me një vinç tjetër, prindrit, dhe tek vajza aty u mblodhin që të gjithë që mos shikonte poshtë, kur ajo pa poshtë, në momenti që e morën, se i vurën një kështu doni t'i vini, jo i vurën, doni t'i vini një skafandë që mos shikonte, që mos kuptonte se ku ishte. Ajo e pa dhe filluan djersë të ftohta. Kur shkuan këta psikologët, sepse duhet të dini që kur filloi që u studiua ky fenomen, askush nuk e kupton se pse sillet kështu njeriu, siç ju thash, sepse në disa raste sillet krejt ndryshe.
se cili sillet ndryshe dhe nuk kuptohet se si. Dhe në këtë rast, ajo nuk dihet se si të mund të ngjitej një vajzë 15 vjeçare në 40 metra lartësi pa rrëshqitur. Pa rrëshqitur që nuk e para një që nuk ishte në karakterin e saj që të mund të ngjitej në përlartësira. Dhe e dyta, si është e mundur në 40 metra pa asnjë rrezik më të vogël të ngjitej deri sipër. Askush nuk di ta shpjegoj. Dhe disa studiues të Cambridge-it edhe studiues të tjerë, kur filluan që ta pyesnin etj që bënin disa teste, kuptuan që nuk kishin kuptuar asgjë për sa i përket sonambujve. Dhe tani do t'rregoj për vajzën shqiptare. Kështu që doja t'ju thoshja që në sonambujt kanë këto gjëra, këto ngjarje ose evenimente të çuditshme që as ata vetë nuk din t'i shpjegojnë. Vajza shqiptare, siç thot Elma, ngrihet natën dhe ndonjëherë ajo edhe pse ja mbyll derën, sepse zakonisht mbyll derën. Por shikoni se çfarë ndodhi një natë, se këtë më tregoi kjo nëna shqiptare. Një natë kisha mbyllur dyert, e mbylla derën tha dhe e futa tek hyrja tha, sapo kalon hyrja tha, kemi një tavolinë tha. Në këtë tavolinë tha, unë kam një tip shporte tha, një sport që vë çelca, vë gjëra tha, edhe atë mbrëmje tha, edhe herë të tjera kishim vënë tha disa se kishin qenë në Berat. Kishim marrë disa nga këto, si quhen, nga këto bijuterit, dhe ishin prej porcelane. Dhe i kishte vënë sipër, pra ishte pak e rëndë. Dhe nën të, poshtë saj, vuri çelcat e derës të shtëpisë. Pra e mbylli derën me çelës dhe e vuri aty. Vajza u ngrit natën, shkoi aty tek shporta, ngriti shportën dhe mori çelcat. Askush nuk e dinte, me fjalë, përveç nënës së saj që çelcat ishin aty. E zëm sikur ajo e dinte, pra e bia, ose e paramendonte. Dakord deri këtu, por prisni. Sepse e bia, doli jashtë, bëri shëtitjen e saj dhe u kthye pastaj në orën 4:20 të mëngjesit, gjithmonë me sy mbyllur, ishte komplet ujë nga vesa dhe ushtri në krevat. Gjithë ujë aty, pis të krevat, sepse si do qoftë këmbët i këte zbathur, kështu që u bë pista. Dhe gjëja që i bëri më shumë përshtypje, sepse si që thashë ajo herë shkon tek tek komshiu, shkon tek halla, tek tez, dhe kësaj radhe ishi tek xhaxhai saj. Si ndodhi tek xhaxhai? Xhaxhai thot kjo, se janë në një periferi, nuk mund të themi kush është e ku gjendet, dhe në periferi kësaj qyteze. Dhe xhaxhai thot ajo është toka tjetër, pra shtëpia tjetër, janë shtëpi përdhese, dhe kjo tha, ne razuri gjumi, tha si gjithmonë, tha, kjo ngrihet, pa të gjithë e din që kjo është të familjarët, edhe disa shoqet e saj e din që kjo është sonambul, u ngrit vajza dhe iku natën. Pastaj vajti tek shtëpia e xhaxhait. Tek shtëpia e xhaxhait, nga jashtë, poshtë tek ku vë lulet, aty kishte vën çelsin për djalin, sepse djali studion në Tiranë. Dhe ndonjëherë djali kthehet natën, dhe kur kthehet, ai e di se kur çelsi hap derën që të futet brenda dhe të shtrihet, pa i ngritur nga gjumi prindrit. Janë afër, po megjithatë, po thosha, ky ishte truku, si mund të quhet, që nën atë vazo prej lule, është e rëndë, si thot kjo, mund të jetë rreth 50 kg, si thot ajo, që poshtë është pak bosh, por duhet ta lëvizësh atë, ta shtysh që të marrësh çelsin nga poshtë. Pra e shtyn, merr çelsin dhe ul prap. Dhe nuk e di askush këtë, nuk e dinte as me fjalë as e jema, as ajo vet nuk e dinte, as kjo vajza. E dinin vetëm dy xhaxhai saj me gruan edhe djali që vinte shpeshherë natën që merrte çesat futesh brenda. Pra askush tjetër përveç atyre të treve dinin që çelsi ishte aty poshtë. Dhe vajza, pra Mbesa, vajza që po flasim, shkoi tek shtëpia e xhaxhait, shkoi tek ajo lulja, e shtyti lulen, që thash 50 kg, dhe mori çelcat
hapi derën dhe u fut brenda. Dhe u shtri aty në divan, aty ku tek shtëpia e Xhaxhait. Dhe kur u ngrit në mëngjes ajo gruaja e Xhaxhait që e gjeti aty, u lëriti sepse kujtoi se mos se ishte mbuluar me një batani që ishte aty. U lëriti dhe mori me njërë telefon të jëmën. Dhe kjo filluan djerë së ftohta, filloi konvulsione, sepse problemi ku është? Kur e zgjojnë me njëherë, kjo dridhet, kjo vajzë. Këtë thot nëna. Tani unë do t'ju them diçka për ato çka kam lexuar unë. 2 gjëra kryesore që duhet të dini që kam lexuar shumë për sonambujt, me të vërtet shumë, sepse kjo është në psikologji një nga pikat kryesore, dhe sonambujt, kryesisht, gjëja e parë është mos të kenë strese. Gjëja e parë në absolut. Nëse kanë strese, ose stresojnë për çdo gjë, për çdo eveniment, edhe të familjarëve, edhe të shoqeve, të shokëve, edhe sikur mos jenë problemet e tyre, i thithin këto probleme, dhe ky është problemi i parë. Tjetra, që është tepër e rëndësishme, përdorimi i telefonave, celular. Celularët kanë disa vibrime, janë shumë të ulta në megahertz, por kanë probleme të rënda në shëndetin e njeriut, dhe kjo dihet. Më fali. Dhe për më tepër, në një të rinjt janë si puna e sfungjerit. Çdo gjë që kalon në celular, ata e thithin. Dhe janë që të gjitha informacione që hyjnë në tru. Pra, duke kaluar video, duke parë telefonin orë të tëra, janë informacione. Truri, edhe pse ata nuk e kuptojnë, truri vazhdon që të funksionojë edhe me sy mbyllur. Vazhdon dhe stresohet. Tjetra, gabim zonjë, sepse zonja thot që lë dritë ndezur, gabim i madh. Ky është një nga gabimet më të mëdha që mund të jetë. Asnjëherë mos e lini dritën ndezur. Me dritë ndezur është më keq. Të paktën kështu thon profesionistët, nuk është se e them unë. Pra, kurr me dritë ndezur, gjithmonë me dritë fikur. Dhe të fle në oraret e duhura. Me një fjalë, me oraret e duhura, mos të fle në orën 1-2 të natës apo ku ta di unë, ose mos të ketë probleme, të jetë sa më e qetë etj. Ka një problem tjetër, që kjo patologji, si mund të quhet, nëse kalon moshën 20-24 vjeçe, vajza, sepse më shumë është e parapur në femra se sa në meshkuj, nëse kalon moshën 21 deri 24 vjeçe, e kaloi çdo gjë. Dhe pikërisht në këtë periudhë, meqense ajo është ende e re, duhet punuar shumë nga familjarët, nga shokët, nga miqt, nga shoqet, që ajo të mos jetë e stresuar, që të respektoj oraret e gjumit, dhe mos të shikoj filma me horror apo ku ta di unë, dhe mos të qëndroj shumë në për telefona. Dhe mbajeni mend, jo me dritë ndezur. Pra, kjo është këshilla e specialistëve, jo të mjetë unë aq sa kam lexuar, po ja u them, që t'ja u përcjell, por do të dëshiroja një komentin tuaj të të gjithëve, nëse keni dëgjuar për sonambujt dhe çfarë mendimi keni, dhe në këtë rast çfarë mendimi keni për atë vajzën që ju thash, në Angli, që u ngjit 40 metra në një si thuhet, në një vinç, 40 metra lartësi dhe fjeti aty. Ato 2 metra për 3 metra sa është ajo i bloku i cimentos, deri në mëngjes sa e zgjuan. Dhe çfarë mendimi keni për këtë vajzën shqiptare që shkoi në një vend që nuk dijej, askush nuk e di, ajo nuk e dinte që aty kishte Çelsa tek Xhaxhai, tek shtëpia e Xhaxhait, ngriti e gjeti Çelsin se ku ishte, ngriti atë lulen, mori Çelsin dhe u fut në shtëpi. Si e komentoni ju? Si komentoni këto raste? Pres komentet tuaja, ju përshëndes, ditë të mbar.